Përshëndetje, mirë se erdhët në një epizod të ri të Mikrofonit Podcast. Në këtë epizod e kemi një mysafire e cila është drejtoreshe ekzekutive e organizatës jo qeveritare Pliadis. Dhe në këtë epizod do flasim për sfidat, për suksesin e saj, për problemet e shoqërisë, edhe për shumë tema tjera të ndryshme. Mirë se erdhët, Renusha. Mirë se gjeta, Gresa. Për këtë ju siguroj, sepse Gresa kishte përgatit 20 pyetje, të mi parashtron dhe mendoj që do të adresojmë me aq sa mundemi dhe se na lejon koha, çështje interesante. Faleminderit shumë për ftesën dhe njëkohësisht unë ndjej përgjegjësi të madhe të jem këtu sot dhe të adresoj sidomos të rinjt, cilët janë dëgjuesit dhe shikuesit, ndjekësit të emisionit tuaj. Ishte kënaqësi edhe shumë e madhe që pranut ju më ardhë në emisionin tonë dhe shpresoj që sot do t'i zgjidhim edhe disa problemet të cilat ne i hasim si të rinj në shoqërinë tonë. Shpresoj të zgjedhemi, po unë pres që mjaftueshëm vetëm t'i adresojmë, të vetëdijsojmë sa të mundemi dhe të shërben eksperienca ime deri tashti që çka më ka tregu dhe çka mundem të ndihmoj një të riu për eksperiencës që më ka mësuar mua të jem këtu ku jam. Ju ku jeni këtu ku jeni? Si nisi gjithë kjo? Cilat ishin sfidat, kush ishte inspirimi juve që ju me marrë këtë iniciative dhe me u marrë me këtë që merreni? Gresa, kemi fillu me aktivizëm prej shkollës të mesme. Du të potencoj që unë jam gjimnaziste e gjimnazis e Flushmarku dhe prej atëherë ne kemi fillu, kemi pas disa iniciativa apo të aktivizmit të rive, por jo në përmasa si ju që keni mbrita organizoni në një aktivitetin ta implementoni në këtë përmas dhe unë ju përgëzoj për këtë. Mandej dëshira për aktivizëm ka qenë çdo herë prezente në rrugtimin tim profesional dhe unë du të cek se rrugtimi im profesional nuk ka fillu në këtë sferë, në sektorin jo qeveritar. Unë kam qenë, eksperienca ime ka pas 7 vite në bank, ku kam kalu disa sektor në atë institucion. Matutje kam qenë në odën ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, ku kam pas eksperiencë 1 vjeçare, dhe kështu që gjithmonë kam pas tendenca unë të jem në pjesën e biznesit. Dhe është pak në ndeshje apo biznesi, koncepti apo mendësia e një biznesmeni dhe mendësia e një aktivisti jo qeveritar. Kështu që më kanë ndihmu, në disa momente më kanë ndihmu të pozicionohemi pak më ndryshe se organizata tjera dhe të mbrima këtu ku jemi eksperienca ime, po edhe atë që e përmenda, gjatë gjithë kohës unë kam pas moment kur pasion ka qenë aktivizmi. Si ka lind më është dhanë rasti të jem pjesëmarrëse, aktiviste në një aktivitet që i organizoheshte në komunën e Qajirit. Kisha dilemat e mia, do të më lejon koha, atëherë isha dhe sa po e linda vajzën, a do të më lejon, apo do të më lindte koha unë të jeme përfshirë në kështu aktivitet, po më duket kureshtja ishte më e madhe dhe gjeta ko dhe u përfshina. Ashtu ka fillu matutje. Identifikohet pasioni për aktivizëm, më kanë përfshi më shumë në aktivitet dhe kështu lindën ideja që ndoshta do duhet një femër shqiptare të ketë një organizatë jo qeveritare dhe të vepron në komunitetin ku jeton. A kishte thënë që sfida më e madhe ka qenë, kur e keni fillu ju këtë pjesën e projektit, sfida më e madhe ka qenë vajza, edhe menaxhimi i kohës, edhe menaxhimi i gjithë punëve tjera, domethënë punëve personale prej punëve profesionale tuaj. Vajza nuk ka qenë sfidë, po vajza ka qenë shtytse më duket të bëjë ndryshim. Sfidë do të kisha thënë që si do të kisha vëndu një strukturë të një sfidës të madhe në gjatë gjithë kësaj. Po i kemi ka përcy, do të sfidan e kemi edhe sot si organizatë, edhe sot unë si individ kam sfidat. Po njësen duhet të kemi të qartë se për të mbrit dikund, çdo herë duhet të sakrifikojmë diçka. Kështu që unë ndjej ndonjëherë faj se po sakrifikoj vajzën time për të mbri, ose për të bënë një ndryshim, ose për të adresu, ose për të edhe të ndërtojmë unë si Drenusha në
në profesionalizëm. Po, kjo është çmimi i punës, i përkushtimit dhe pasionit. Dhe mundohemi ta bëjmë, ta gjejmë atë balans, se sa ja mbrim, nuk e di, po mundi është këtu. Sfidat të cilat do ta kisha adresu është të identifikohen njerëz të cilët do të bashkojnë misionit dhe vizionit tant, të formohet një vizion dhe mision i përbashkët. Ajo është, më duket se qelsi që një herë ka qenë apo sfide madhe të identifikohet ai person, po momentin kur kemi kriju një bashkëpunim të ndërsjellët me njerëzit të cilët kemi filluar organizatën, mandej sfidat kanë qenë shumë të lehta për të përballuar. Për pjesën e se sa mund jepni ju edhe se si dalin këto projekte, unë me fol vetë për vetës teme se kam marrë pjesë në për disa projektet e Plijadis, edhe besoj që janë ndër projektet më të mira që kam marrë pjesë. Kanë qenë shumë të organizume, edhe kemi qenë të rrethuar me njerëz shumë të mirë, në përgjithësi edhe të gjithë këto pjesëmarrësit tjerë që kanë qenë njerëz shumë të sjellshëm, edhe në asnjë moment nuk kanë lënë atë që jeshti, si themi ne, left out, themi në gjuhën angleze, ama edhe organizatorët kanë qenë tepër të përkushtuar, ekstremisht përkushtuar, edhe temat cilat i kanë kap kanë qenë tepër interesante. Edhe kanë qenë top tema që bëhet edhe që jemi të sfiduar në përgjithësinë shoqëri. Gresa, shumë është mirë ta dëgjosh, këtë sidomos kur adresohet publiku. Faleminderit shumë për fjalët afirmuese që po i thu tash. Çka bën që të identifikojmë aktivitetet të përpikta për të rit, është identifikimi, puna afër me të rit, të japim hapësirë të dëgjojmë të rit, pa paragjykime, pa frikë nga të rit, po t'i akseptojmë si drejtuesit. Ato janë drejtuesit, nëse ne duam të përfshihemi në aktivizmin, t'i përfshim të rit, ne duhet t'i dëgjojmë ato dhe duhet t'i vendojmë në pozitë që ato të na drejtojnë se ku duan ato të shkojnë, dhe ne të jemi vetëm në procesin e mbështetës. Ne të jemi vetëm mbështetësit që ato të arrijnë qëllimet. Aktivitetet po kanë pas për qëllim të adresojnë dhunën tek të rit, dhe mu më vjen shumë keq në moment kur kjo është adresimi i sakt, po nuk është vonë, ndoshta edhe nuk duhet të më vjen keq apo pse adresohet dhuna tek të rit, sepse ndonjëherë në shoqëri kemi tendencat që tabu temat mos t'i folim, dhe mendojmë që nëse nuk i folim tabu temat nuk do të prekemi prej fenomenit të tillë, por që përditshmëria po e tregon që ndoshta dhuna na është ofruar edhe bile dhe apo në komunitetin ku jetojmë, po edhe në mahallat ku jetojmë, edhe na është si të them, na është afruar shumë afër. Dhe mendoj që është momenti i duhur për të fol, po kënaqësia është kur dëgjoj se të rinjt janë të gatshëm për të hap tema tabu. Përveç kësaj teme që përmendet dhuna, cilat do ishin tema tjera që ju do i konsideronit si problematika në shoqëri? Gresa, çka ka bë organizatën të jetë e dallueshme dhe çka ka bë organizata të jetë e suksesshme është fokusi që ka mbajt. Dhe ne do të kishim mbajt fokus në krijimin e paqes dhe sigurisë në komunitet. Prandaj çdo largim i temës apo çdo largim i fokusit për ne do të thotë që duhet përgatitje paraprake për të qenë kompetent dhe profesional për të trajtuar tema tjera. Ne trajtimin e dhunës apo kontributin mbi paqe dhe sigurinë në komunitet kemi filluar prej 2016-s. Kështu që e ndjejmë veten mjaftueshëm të përgatitur për ta shtjelluar këtë temë. Dhe kemi filluar me targete të ndryshme. Faktikisht kemi filluar një herë me nanat, me shkollën e nanave, kemi përgatitur nanat një herë se si munden të jenë ato punëtorët e linjes parë të cilët mund të identifikojnë ndonjë shenjë të parë tek të rit. A keni arrit qëllimet? Po për historieve që kemi arrit, Gresa, se kur të dëgjosh fëmijën e një nane,
të vjen edhe të faleminderon se çka keni apo për ndryshimin që e ka pa ai te nana vet, për ndryshimin në mënyrën e komunikimit. Faktikisht çka kemi ndihmuar ne jo që kemi ndryshuar ndonjë send, është mënyra e komunikimit ka ndryshuar në familje. Nana ka marrë një rol më aktiv në familje. Nana ka adresu tabu tema që ndoshta fëmiu ka dash në një farë mënyre të adreson, por nuk ka mbrit të merë vëmendjen e duhur të prindve. Kështu që këto kanë qenë sende që kemi mbrit të marrim një feedback prej të rive, prej bashkëshortëve të nanave, edhe mendoj edhe prej vetë nanave, mos të menjanojmë që edhe vetë nanat kanë adresu që kanë pas ndryshim në vetë. Tash du me ditë kjo organizata, shoqata, prej sa kohë është e bëme, prej sa kohë është e formume? Organizata është për vitin 2016, aktivizmi ka fillu, aktivizmi më intenziv ka fillu në vitin 2016, po organizata fillon të jetë aktive në vitin 2019, formohet dhe të jetë aktive në vitin 2021. Aktivitetet cilat i kemi, faktikisht target e kemi dhunën të këtë rrit, dhe indirekt, deri tash indirekt kemi punu me punonjës të linjës parë në shkolla, me arsimtarët, pedagogët, psikologët dhe defektologët dhe punëtorët social. Kemi pas bashkëpunim me apo familjen, jemi mundu se si ta vedisojmë familjen dhe si të përgatisim familjen të dalin mbështetjes të rinjve që ballafaqohen apo mos të ballafaqohen apo të kenë një rol preventiv, prevenuese. Po. Temat juve që i bëni janë pak tema prekse, ajo shumë është e vërtet, po besoj që janë të nevojshme në shoqërinë tonë, përgjithësi, edhe tek trit, po edhe tek më të moshurit, se më të moshurit duhet të pranojmë tash, jetojnë me atë vjetrën, nuk duhet me folë këtë temë, nuk duhet me bo ata, ne duhet me qenë me një vit, duhet me qenë të drejt, duhet me qenë ashtu, atë rritë kanë mrit deri te një pikë ku kanë dalë shinave me një fjalë, kanë deviju, edhe nuk i mendojnë shumë afel këto muhabete, nuk i mendojnë shumë afel këto probleme, se deri ku munden me mri, deri në çfarë gjendje munden me pru dikan, edhe unë besoj që ju këtë organizatë që e keni edhe këto tema që diskutohen, këto tema që sqarohen, këto projekte që mbahen me ushtrimet ndryshme, besoj që janë një plus shumë i madh për neve. Edhe tash e komendu edhe une, se tu i shkryt pyetjet e komendu këtë përgjigje dhe nuk kom ditë qysh me përgjigj, me 3 fjalë. Si do e kishe përshkru organizatën? Organizata është lokale, Tamam. është orientume në komunitet, është dinamike, sepse kërkon dinamizëm, sepse kërkon të jesh pranë qytetarëve, pranë të rinjve, për ta kuptu se ku është, çka dush të adresosh, dhe cila është më e nevojshme të adresohet, edhe udhëheqet nga gratë. Është organizatë e vetme më duket në Shkup, ose tek shqiptarët, që udhëheqet nga gratë. Nga gratë. Po e kom vrejt këtë që gjithë jeni femra. Ajo është një gjë shumë e mirë. Edhe më pëlqen fakti që keni organizues, keni prej shumë vendet ndryshme. Keni psikologe, keni mësimdhanse, dhe më thënë ka, prej se cilës dek ka diçka, edhe se cila prej atyve jep një mendim, e jep një ide, e jep një këshill, edhe ajo krijohet diçka akoma më e mirë dhe më interesante, edhe me thënë me një fjalë, se tash unë e di prej vetës, mosha jonë, rinia e sodit, shoqëria jonë, nuk i marrin shumë parasysh këto projekte. Habe se filma janë këto. Habe se, këto kanë me më kallëzu mu shka ka me bon me jetën teme, ose shka u të baje, shka u të boke. Gresa, duhet të japi me drejt, edhe duhet të kemi vesh për këto komente. Sepse ka bo diçka, kemi bo diçka në rrugë,
ne si organizata jo qeveritare nuk po fokusohem vetëm tek unë ose te ndonjë organizat. Po mu më dhem fakt kur dëgjoj një ri se mbasi që ka dalë prej aktivitetit, thot, më duket se isha vetëm numër dhe më duket se vetëm më kishin thirrë për të plotësuar listat e participantëve. Dhe kjo mu më dhem, sepse ai do thotë nëse ne duhet të jemi shpresë një të riu, ato e gjejnë zhgënjimin edhe tek organizatat jo qeveritare. Për atë mundohemi që të jemi, nëse adresojmë diçka, të adresojmë diçka që ka i udhem të rive. Dhe mua të që e cekët edhe mu më vjen mirë që kam sot një feedback të tillë, që nuk jeni ndje që jeni vetëm për pjesëmarrje ose vetëm për fotografi, po jeni atje për të përgatit një terren dhe për të shtjellu tema të randa në shoqëri, tema që edhe ne dhe ju nuk e dim se si do t'i adresojmë dhe si do t'i zgjedhim në fund të ditës. Po, njëkohësisht, çka do të kisha thënë, a janë të ri të devijum, nuk mundem të pajtohem me këtë, edhe nuk mundem t'ja lami fajin vetëm të rive. Gresa ju jeni në fillimet e juve dhe juve ju duhet të keni një hapësirë ku duhet të gaboni dhe kërkushish must ju make you accountable. Nuk e di si ta bëjsh shqip, must ju kërkon përgjegjësi për gabimin që e keni bë. Mendoj gabim në përpjekjet e juve profesionale, apo përpjekje të ndryshoni diçka, apo përpjekje të bëni ndonjë send, me atë çka mendoni, sepse eksperienca juve ju nuk keni eksperiencë për të bërë diçka të duhur, po ama edhe nëse nuk e lejojmë atë hapësirë që ju mundeni të gaboni, por ju mundeni të provoni, ju mundeni të bëni eksperiment me profesionin e ju, me aktivitetet e juja. Mundeni të keni hapësirë të dëshmoni dikuj që doni dhe keni pasion për të bënë ndryshim. Ama aty është problemi, se deshta me të ndërprej pak se jemi shumë të pak që mundohemi me bënë një ndryshim. Se me dhënë mundin tënd dhe kontributin tënd për me bënë një ndryshim, ose ti për shembull me gjetë vetë karakterin tënd se ku je, kush jam unë, kush jam Gresa, jemi shumë të pakt. Të gjitha ato që japin mundin edhe që kontribojnë në përdosine edhe që po them devijante, nuk janë për qëllimet mira. Jemi shumë të pakt qëllimeve të mira. Jemi shumë të pakt të qëllimeve për me ndryshu diçka. Atëre, Gresa, unë do të kisha nda në 3 kategori të rritë atëre. Ke të rritë të cilët kanë iniciativ, mundohen, por ndoshta nuk e kanë startin ose, ajde të thomë kështu, kemi të rritë të cilët kanë iniciativ, por nuk e kanë mbështetjen e duhur. Tamam. Për ju të rritë që doni të bëni ndryshime, dhe unë, ajo që ka më dhem kur një të riu si ju humbën shpresa, edhe thoni nuk dim ne si të adresojmë ndryshe. Ne kemi fol dhe kemi has në penges. Kemi fol, kemi adresu dhe kemi has në penges. Dhe kjo më dhem mu, sepse nëse doni të bëni ndryshim ju të rritë, duhet të përgatiteni për një maraton. Çka i duhet një maratoni, Gresa? I duhet kondicion. Nuk është vrapim sprint. Nuk është vetëm përgatitje fizike, po duhet të keni përgatitje psiqike dhe duhet të përgatiteni për një maraton, për një proces të gjatë. Ndryshimi nuk bëhet brenda nate. Procesin e gjatë për të pas kondicion, për të ndërtu kondicion, çka na duhet? Duhet ta identifikojmë ku e kemi burimin e energjisë. Cili do t'jetë burimi i energjisë për neve? Dhe nëse ne identifikojmë burimin e energjisë, që në këtë rast do t'jetë familja, do t'jenë njerëzit të cilët besojnë në misionin dhe vizionin e juj, njerëzit të cilët do t'ju ndihmojnë t'i identifikoni cilët janë instrumentet institucionale për të adresu një problem, do t'ju mungojnë një support mekanizëm, një mekanizëm mbështetës. Dhe kjo është më duket ajo që do duhet një të riu si me ambicje për të ndryshu, të filloni të formoni. Mua atë për e ceka, krijimin e hapësirës, duhet ju të krijoni hapësirën. Duhet ju mos nguroheni vetëm nëse haseni në bullizëm ose në komente të këqija, të distancoheni prej aktivitetit. Kjo është ajo që du ta shoh
një ri që është i vetëdijshëm dhe është i përgatitur për të marrë një sfidë apo për të marrë një aksion. Të ri tjetër që njëtë mundemi të hasim ne në shoqërinë tonë, në komunitetin tonë, është të ri që janë të vetëdijshëm, por nuk besojnë dhe nuk kanë mjaftueshëm motiv për ta adresuar çështje të tilla. Më shumë janë individualista dhe mundohen ta shohin apo planin individual të vetin. Dhe ndoshta dhimbja e shoqërisë do të ishte të ri të cilët nuk janë të vetëdijshëm. Dhe nëse ti do të më parashtrosh më pyetjen, çka do të jenë një send që do dush ta ndryshosh në shoqëri, më duket më shumë sende, po një send që do të kisha në shoqëri është vetëdijsimi i të rive. Sendi tjetër që do të kisha ndryshuar në familje është të mos i menaxhojmë situatat e rënda me faj, frikë edhe turp. Ne kemi këto 3 emocione të cilat janë shtytës për ta jetu jetën, ose për të ndërtu vlera, ose për të bë diçka. Nëse filloj me fajsim, me kërkimin e fajit se ku ishte faji, nëse fillojmë me turp, nëse driving force do të jetë friga, atëre unë mendoj që nuk është ambienti i duhur për të ndryshuar. Me thënë me një fjalë të kjo e fundit ju jeni duke thënë që të rit nuk janë shumë të njoftuar ose nuk janë mjaft të interesuar për me e ditë se çka po ndodh rreth atyre? Unë që ka po them Gresa është që të rit nuk e kanë mbështetjen e duhur. Tashti pak nëse mundem të them, nuk e di sistemi arsimor sa ju mbështetën të bëni, ose sa ju pregaditën të jeni aktiv dhe të bëni ndryshime. Se sa institucionet krijojnë hapësirë për të ju bë pjesë të proceseve të rëndësishme. Mendoj që është një cikël ku nuk mundemi të vendojmë gisht vetëm tek i riu i pa interesum, po duhet secili ta luan rolin dhe ta merr përgjegjësinë e vet për të gëzuar benefitet e një të riut i cili ka për qëllim të ndryshon apo të kontribon në shoqëri. Cila do ishte mënyra më e mirë për me motivu të rinjt? Me u kyç më shumë këto projekte që me vërejtë se çka është ndodhur dhe si themi vetëdisu për këto probleme që mund t'i shmangim. Motivi më i mirë është motivin duhet ta gjesh te vetvetja. Nëse presish dikush tjetër të të motivon për të bërë diçka, atëre nuk mundesh asnjëherë, as një individ, as një aktor nuk mundet të të motivon mjaftueshëm për të mbri aty ku dush të mbrish. Qëllimet janë ato që të çojnë drejt suksesit, jo motivi. Nëse ke qëllim, identifikimi i qëllimit është ai që të çon drejt suksesit. Nëse e ke qëllim, atëherë duhet vetëm të fokusohesh ta mbrish qëllimin. Të rrethohesh me njerëz të cilët do të ndihmojnë të mbrish në qëllim, edhe mos të defokusohesh, mos të shpërqendrohesh prej se do të kesh në rrugë, do të kesh shumë situata ku do të shpërqendrojnë. Do të shtyjnë të shkosh mbrapa me hapa. Po është e rëndësishme vetëm të përkujtohesh në qëllimin ku dush të mbrish dhe ti menjanojsh ato shpërqendrimet të përkohësishme që janë. Ne e dim tash që jeta është me sfida, është me ngritje, zbritje, ajo është shumë normale. Dhe gjithë kalojmë në atë fazën ku një kohë e kemi shumë mirë, jemi të shku shumë lartë edhe me një moment bim poshtë, por ajo nuk do me thënë që ne duhet me hup motivin edhe qëllimin ton që e kemi pas prim fillim, edhe duhet me u mundu me u qunë kam edhe me vazhdu prapë deri në atë pikë ku kemi dasht me emri. Edhe unë besoj që edhe ju keni pas sfidat ndryshme edhe ngritje zbritje njëjtë, po kisha dasht me e ditë cili ka qenë rrugtimi më i vështirë i jote edhe si kja arrit me a dalë.
Gresa, faleminderit për këtë pyetje dhe më gëzon shumë fakti që e thash jeta është e vështirë. Dhe ta dëgjosh për një të riu që jeta është e vështirë është vërtet e mirë, apo? Se tregon faktin që ju vetëm ka fillu disa eksperienca të hidhuna të keni në jetë, që ta kuptoni që jeta, kjo është jeta. Zgjedhjen e sfidave dhe zgjedhjen e problemeve të cilat hasin. Se momentet e bukura dhe momentet të arreshme është letë të jeton, po vështirësohet dhe fokusi jon ndonjëherë ajo që na merr energjinë më të madhe është kur na paraqiten problemet në rrugë dhe sfidat në rrugë. Sfida më e madhe ndoshta do të kisha thënë të identifikoj partner ose të bëhet një atmosferë bashkëpunuese mes partnerëve, të identifikohet donator të cili do të mbështetën në qëllimet e tuaja. Si e kemi ta i kalu, ka qenë një proces brainstorming, ku kemi pas se duhet të përshtatemi drejt qëllimeve të donatorit, dhe apo duke i ndihmu donatorit të mbrin qëllimet e veta, ai shef që edhe apo si proces i rëndësishëm që të ndihmon në qëllimet e tuaja, kështu që kjo më ka bërë të kuptoj se ne jemi të mvarur njëri prej tjetrit dhe se qëllimi jem dhe qëllimi jot duhet të bashkëpunojmë që të mbrim një qëllim pak më të mirë. Çka ka bërë një të mësoj jeta është që duhet shumë bashkëpunim, është shumë rënd, është shumë lehtë të punojsh vetë, po kur duhet të bashkëpunohet, bëhet e rënd, po duhet të ushtrohemi ta bëjmë pjesë të jetës bashkëpunimin. A do ishte kjo një ndër këshilla që do ju jepje të rinjve? Mësohemi të bashkëpunojmë me të tjerët dhe mos mundohemi vetëm vetë? Po, njëkohësisht, nëse nuk e di nëse do po e vëren, njëkohësisht po thirrem në krijimin e support sistemit, në partnership, në bashkimin e forcave, në identifikimin e atë çka nuk e ke ti dhe atë çka e ka dikush tjetër. Të shofish ku je ti e mirë dhe mos mundohesh të bësh one man show, apo të jesh për gjithçka e mirë. Po të fokusohesh në ekspertizë, në krijimin e ekspertizës, dhe kjo do të të bën të dallueshme. Ajo çka do të jetë vetëm e jotja, ajo do të jetë edhe do të jesh e nevojshme për shoqërinë, edhe do të jesh e nevojshme për çdo proces pune që do të kyçesh. A me tash me këshirë kështu edhe mos me kone mirë për diçka, njerëz gjithë kanë me pas interesa për ty, ajo është një gjë shumë e diqme. Po. Edhe mos me ditë me po kur gjonë, njerëz do e gjenë një sen që do të mbajnë për interes, që do të kërkojnë diçka për ty. Edhe shumë normale. Edhe shumë normale. Do të fillon me interes, edhe do të mbaron me interes. Gjithmonë. Kështu që mos ju demoralizon edhe çaj fakt që është gjithçka interes. Gjithçka është interes. Po interesi nuk duhet të jetë i keq, nuk duhet të perceptohet si diçka e keqe. Varet. Okay. Varet si situatës, të lutem. Po nëse e shohim si pozitiva. Po ke të drejtë, varet për situatën. Varet shumë për situatës. Edhe e kom vrejt këtë sen që shoqëria jonë ka interes shumë. Edhe jo interes të shëndetshëm. Më rinë deri te pika ku ka interes vetëm për interesat e veta. Ditë përdur interes të këti për me pas interes personal. Ka interes personal. Për me mria e diqka më nalt, e ty masana me të shqyrë për poshtën e ta po hej. Më së ta shtron dorën, më Po ndë. Vetëm të të shfrytëzon, të mbrin dikun edhe më së ta shfrytëzon dorën. Po Gresa, dush ta dish që atëre ke mësu një leksion në jetë. Ndoshta. Se, po, edhe ajo është leksion, nuk e humb asgjë. Ama hiq asgjë nuk e humb. Vetëm ke fitu një eksperiencë, ke fitu se ke mbrit të identifikojsh cilit njeri do të ndihmojsh. Edhe a duhet të humbesh, a duhet të përdoresh për qëllimet e personit, të cilit po i ndihmon, po e mbështet, apo edhe e humbesh qëllimin tënd. Do të thotë, nuk është asgjë e keqe në qoftë se ti e mbështetesh qëllimin e shokut apo pa marrë parasysh në çka me kanë po e referon, apo në çka po referohesh në shoqëri apo në partneritet apo çka do që tjetë. Duhet
atë të thamë, duhet të jesh e fokusuar në qëllimet e tuaja dhe nëse e humbish rrugën dhe përfshihesh më shumë në qëllimin e dikujt tjetër, ajo është vetëm që ti e ke lejuar ajo të ndodhen. Është e vërtetë. Po, dhe nuk duhet këtu të shumë të revoltohemi pse personi ndoshta të ka shfrytzuar ose ti e ke leju personin të shfrytëzon dhe ta mbrin përcaktimin sepse vetëm pse ka mbri ai aty është pse ka pas fokus dhe nuk ka pa përpara se çka do të përdoren. Po është ajo që ti e ke lanë të përdorën. Unë prapë tham, nëse ti je i vetëdijshëm që dikush është të shfrytzuar dhe e lejon, ajo është tjetër muhabet. Se askush nuk mundet me mbrit deri te pika më ardh me të shfrytzu përderisa ti je i vetëdijshëm se çka është të ndodhur. Ajo është një gjë shumë me fakte është. Po, ka momente ku që nuk e din këtë fakt, edhe do ta mësojsh këtë, edhe është e hidhun. Gresa, edhe një send është shumë e rëndësishme të rinjtë ta kuptojnë. Ndryshimi është i hidhun, ndryshimi dhem. Atë që e ceka, sakrifica janë ato. Nuk do të thotë që unë këtu ku kam mbri, nuk kam humb shumë sende në rrugë. Ose nuk kam dje që kam qenë shfrytzuar, pse ka pas një moment që e kam humb edhe unë fokusin. Dhe kjo më bën mu ta them dhe ti thirri të rit, sepse është shumë gabim që secili ti ndodhen, ama pa përjashtim. Secili të ri ndodhen kjo. Dhe nuk duhet të demoralizohemi, kjo vetëm duhet të na jep një dritë të gjelbërt dhe të thojmë, okay, këtë mësim e mësova, ose çka mund të mësoj për kësaj situate, dhe jo t'i adresohemi me nervoz ose me xhelozi arritjes të personit apo që ka mbri, që ka mbri ti adreson qëllimet e veta. Pas këtë këtyve temave që i folëm, një këshill e thatë, do me thonë t'jemi të mundohemi të pranojmë punën në grupe, do me thonë bashkëpunimin, edhe dy tjera i du. Prej gjithë mysafirëve tjere kemi kërku vetëm një këshill, ama prej juve du mi dëgju 3. Të parën e kemi edhe dy tjera. Gresa, faleminderit, po njëkohësisht është përgjithësi, po këtë që po e kërkon prej meje edhe 2 këshilla tjera, faleminderit. Puna në ekip, mendoj që ishte ma shumë trendi gjeneratës time. Atëherë udhëheqeshim prej kauzës teamwork makes the dream work. Apo? Po tashti unë e shoh që të rinjtë refuzojnë të punojnë në tim, po nuk do të thotë që ju mungon performanca. Unë e shoh që janë shumë komfort të punojnë vetëm. Dhe ajo e bën sepse të rinjtë çdo herë më shumë janë individualista. Edhe ne duhet t'i bashkohemi këtij trendi, sepse po kërkoj qëllime tek të rinjtë, sepse një individualist din të përcakton qëllimet. Edhe që është i fokusuar në qëllime, apo prapë do të kisha thënë, është mirë të jesh individualist, është mirë të kesh qëllime, por drejt qëllimeve tuaja nuk mundesh vetë të mbrish. Aty duhet ta keni të vetëdijshëm, të jeni të vetëdijshëm, që deri në fund nuk do të mundeni vetë t'ja dilni, dhe se është okay të kërkohet ndihmë. Sendi tjetër për të rive, më duket të rrit në Shkup, sidomos, po edhe të rinjtë tjerë në Maqedoni, janë shumë rigjid, janë shumë të ashpër me vetveten, kërkojnë shumë për vetvetes, dhe më duket lejojnë, kjo ka qenë edhe në gjeneratën time, lejojnë të imponohen ambicje jo reale, dhe ajo e bën të shkëputen prej realitetit që jetojnë. Sepse ato tash t'i ballafaqojnë me një realitet dhe janë shumë vlerësues të mirë të realitetit të rit. Po kur një model ose një ri suksesshëm, apo rol model që e ka një ri. Këshilla tjetër është, me atë që ka kom vërejt tek të rit në Maqedoni është se të rit janë shumë rigjid me vetveten. Po edhe me fenomenet ndaj, apo fenomenet që i rrethon. Kisha bo apel të jenë pak ma të lirë me vetveten, të t'i lejojnë të gabojnë, të lejojnë të jenë
vetvetja, të lejojnë të jenë të ri. Apo? Sendi tjetër që do të kisha thënë tek të rit, është ambicia jo reale, që ndonjëherë imponohet prej prindve, familjes, rol modeleve që i kanë, sidomos rol modelet, sepse në globalizëm tash në mediat sociale që janë, e bojnë që i riu të jetë shumë afër dhe të ketë rol modelet të përmasave botërore. Dhe ajo është jo reale të kesh një ashtu rol model. Për një të ri duhet të gjenë rol model në komunitetin ku vepron, sepse ajo është më e përafërt. Ajo është më e përafërt ndaj realitetit që ai e shef dhe nuk e humbën atë prekjen me realitetin dhe me diçka e imponume jo reale që është. Kjo do të kishin qenë disa këshilla, apo që të kisha nda me të rit. Këto ishin 3 këshilla që unë në ditën e përditshme ja them vetës timen vetë, domethënë, se e kom vrejt. Unë jam person që analizoj njerëzit. Unë jam person që analizoj çdo lëvizje, çdo veprim, Je vigjilente. Unë jam ashtu. Po të lodh kjo, apo? Më lodh, definitivisht që më lodh. Se mandej një ndryshim i vogël, unë them, pse e bani këtë, çka të ndodh? Çka është të ndja, nervoza, a është kështu, a është kështu? Edhe për atë ku mri deri te pika ku gjitha këto që i that, unë vetë se i di, edhe ja tham vetes non stop. Edhe për atë më vjen mirë që pas kam qenë me një rrugë të drejtë, edhe në rrugën që duhet me qenë. Gresa, mu po më vjen mirë që kur gjë ishtë të resë, kom thanë të këtë rritë. Po më vjen shumë mirë që nuk janë këto diçka të reja që jam të i thanë, po më vjen mirë që po i vërtetoj dhe më duke që jam koherente me trendin e të rive të ashti. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Tash masi që më rinëm ka fundit, deshta edhe mi faleminderu për gjithë muhabetin që i kemi po, edhe shpresoj që do t'jetë një ndihmë shumë e madhe për neve, po edhe për të gjithë të tjerët, edhe shpresoj që do të kemi më shumë kështu projekte që cilat do të marrim pjesë, edhe të shqyrtojmë edhe ndoshta edhe tema tjera që janë problematika në jetën e përditshme. Gresa, shpresoj edhe unë, mendoj që mendoj për pikëshmërinë unë do e kam, ajo do t'jetë fokusi jem që apo të punoj për të rit. Shpresoj që nuk do të ngelen vetëm në bisedë, vetëm në... Kjo është shumë e nevojshme, të bisedojmë dhe të adresojmë. Është projekt briljant këtë që e boni, iniciativë briljante, dhe unë e di që ju vetëm nuk e boni vetëm podcastin, po jeni pjesë dhe shumë aktivitetet tjera. Mënyra se si ju kom gjetun juve është, nuk është koincidencë, po është fakt i aktivizmit dhe gatishmërisë të jujen, dhe unë kam fjalë çdo ekspert që ka qenë me ju, dhe çdo ekspert që ka qenë që ka pas fatin të ju faciliton, apo në punën që e boni, janë datë të impresionuar, kështu që unë mendoj që kemi rini shumë të mirë, po duhet t'i ndihmojmë ato. Faleminderit shumë Drenusha, ishin shumë fjalë të mira këto që po i thunë, dhe shpresoj që kjo do të jetë një motiv për me vazhdu akoma më para. Shpresoj edhe unë. Faleminderit shumë. Faleminderit Gresa. Tërë kjo ishte e gjitha dhe shihemi në emisionin tjetër.